Një aksident me pasojë vdekje ndodhi sot në orët e para të mëngjesit në qytetin e Lushnjës. Ernis Xhumari, 43 vjeç, nga Karbunara e Lushnjës është viktima. Nga informacionet e marra nga burime në policinë e Lushnjës pak para aksidentit, 43 vjeçari ka shkuar para komisariatit të Lushnjës duke xhiruar gomat dhe duke përdorur fjalor ofendues. Menjëherë pas këtyre manovrave, grupi i gatshëm i policisë së Lushnjës është vënë në ndjekje të tij. Në tentativë për t'i shpëtuar forcave të policisë, 43 vjeçari ka marrë drejtimin drejt Karbunarës me shpejtësi. Si shkak e shpejtësisë së lartë, ai nuk ka mundur të shmangë rotondon duke u përplasur në të dhe më pas makina është përfshirë nga flakët. Edhe pse i është dhënë ndihma e parë, 43 vjeçari nuk ka mundur të mbijetojë. Po këto burime theksojnë se 43 vjeçari rreth 2 muaj më parë i është hequr leja e drejtimit, pasi është kapur në gjendje të dehur, ku më pas është proceduar. 43 vjeçari Ernis Xhumari është vllai i zëvendës ministres së mjedisit Elda Xhumari.